Biskota të shëndetshme për fëmijët ose kuluraqja portokalju siç quhen edhe në greqisht. Tani duan 240 ml vaj ulliri, 240 ml lëng portokalli, do 280 gram sheqer pluhur, cipa nga 3 portokalle, 800 gram miell, 2 lugë të vogla baking powder, edhe gjysmë lugë sodë. Është një recet aqe thjeshtë, aqe shpejtë, që janë vetëm këto që u thash, s'do as edhe një gjë tjetër. Ta punoni një çik mielin, të gjithë, brumin do me thënë, jo mielli, se u bë brumë, edhe pastaj do t'i ndajmë në pjesë të vogla. Eva tani i bëri kështu gërsheta, mund t'i bëni edhe topa të vegjël, si të doni juve, ose mund të vini edhe fëmijët që t'i bëni të gjithë bashkë, që të merren edhe ata një çikë, edhe të thonë që e bën vetë biskotën që do hanë. Janë shumë të shpejta, shumë të thjeshta. Do t'i piqim në 180 gradë, varet edhe nga fura juaj tani, po neve i poqim 180 gradë, duan shumë pa kohë që të piqen, nuk duan fare kohë, bënen me një herë do me thënë, ndaj do t'i keni kujdes se mund të digjen, se digjen me një herë, edhe dalin aq të shijshme o njerëz, ja, shikon, Evën po e ndihmon edhe djali që të bëj biskotat, kuluraqat. Edhe kështu, provojni dhe më thoni au dolën mirë.